Kryeministri Edi Rama ka prezantuar disa iniciativa të reja për përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe mbështetjes për fëmijët gjatë konferencës rajonale për shpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit janë duke punuar aktivisht që të rrisin numrin e mësuesve special, ashtu si kundër dje ne kemi hapur një kapitull të ri në sistemin tonë të shërbimit shëndetësor me hapjen e klasave të para për fëmijët që janë të shtruar në spital, klasa mësimore dhe klasa arti, të cilat ju shërbejnë fëmijëve që të mos humbasin kontaktin me mësimin, por nga ana tjetër më shumë se kaq ju shërbejnë përmes një kurrikule speciale që të energjizohen me besim dhe me bindjen se do t'ja dalin në betejën me smundjet e tyre. Nga ana tjetër, Rama gjithashtu theksoi rëndësinë e përmirësimit të ndërveprimit me prindërit duke nënvizuar rëndësinë e dhënies së ushqimit në shkolla për çdo qark dhe mbështetje për nënat kryefamiljare me 3 fëmijë. Do t'ja dalin në betejën me smundjet e tyre. Nga ana tjetër, besoj që edhe vendosja e qëllimit ton për të quar më tutje ndërveprimin me prindrit në funksion të përputhjes programeve të shkollës dhe programit punës së prindërve, duke filluar me dhënien e ushqimit në shkolla nga bashkitë qendërqarku, shkon përsëri në këtë drejtim, ashtu si kundër edhe projekti që kemi për të mbështetur më shumë akoma, megjithëse kemi vendosur një mbështetje veçantë për nënat kryefamiljare me 3 fëmijë, për të mbështetur më shumë kategorinë e nënave. Kryeministri u shpreh gjithashtu se përmes këtyre masave do të parandalohen situatat e varfërisë dhe do të mundësohet një mbrojtje më e fortë sociale për ata që kanë më shumë nevojë. Për realizimin e këtyre projekteve, qeveria ka rritur fondet për mbrojtjen sociale me 260 milion euro.